Përshëndetje zonja e zotrinj, jemi në Top Channel. Hipokrati fillon tani. Ndaj, ju ftoj të na ndiqni nga momenti i parë deri në fund për këshilla dhe informacion të rëndësishëm dhe të sigurt. Ja nisim mbas siglës. Do t'ja nisim sot miq me një problematikë që realisht na shqetëson shumë ne prindërve. Do të thellohemi, detajohemi për problemet që sjell mbajtja e kufjeve me wireless në veshët e fëmijëve tan, sepse së shumti ata i përdorin dhe ju ftoj të jeni të vëmendshëm, madje të mbani edhe fëmijët afër që ta dëgjojnë rrezikun dhe problemet që sjell ky fenomen. Un kam të ftuar në program sot mjeken otorinolaringologe, doktoreshën Klodiana Zaharia. Mirë se erdhe në Hipokrati e dashur. Mirë se ju gjej, ju falenderoj për ftesën. Faleminderit. Çfarë problemesh sjell, e fillojmë direkt, çfarë problemesh sjell mbajtja e kufjeve për kohë të gjatë në vesh, doktoresha? Është e përllogaritur që përdorimi i kufjeve në adoleshentët, siç ju e përmendët, dhe të rinj, nuk duhet të kalojë më shumë se 2 orë në 24 orë me volumin mbi mesatar. Se sigurisht që ato janë prodhuar edhe kanë nevojë për të përdorur për arsye të ndryshme, por nëse moderohet volumi, pra nëse kemi volum të ulët dhe nuk përdoren më shumë se 2 orë në 24 orë, nuk sjellin ato dëme që sapo përmendëm, pra dëmtimin e shqisës së dëgjimit. Si fillon dëmtimi dhe deri ku shkon nëse fëmijët tanë të rinj, adoleshentët e teprojnë me mbajtjen e tyre? Madje që ka probleme dhe volumi lart. Po, që të ndodh dëmtimi i nervit të dëgjimit, pra po flasim për dëmtimin neurosensorial, që është dëmtimi më i keq në thonjza të themi, sepse është i pakthyeshëm. Pra nëse kemi një dëmtim të nervit të dëgjimit, ndodh nga ekspozimi i gjatë në kohë, por dhe me një volum të shtuar të akustikës që mund të jetë kufjet, si tham, që mund të dëgjojnë fëmijët tanë, adoleshentët, muzikë, filma, programet e tyre të dëshiruara, por në fakt kemi ekspozim dhe të individëve në vendet e punës, që s'duhet ta lëmë mënjan. Pra kemi shumë persona, pacientët tonë të përditshëm, që janë të detyruar të punojnë në volume të ngritura të punës dhe jo 2 orë, po 8 deri në 10 orë. Ajo që më pyetët ti kthehem, se mbase u shpërndava, për fat të keq dëmtimi i dëgjimit nuk ka zile, nuk ka alarm, edhe nuk e shqetëson shumë pacientin. Që do të thotë, ne mund të kemi adoleshent që ka fjetur të natën me kufje për 2-3 vjet, dhe mas 2-3 vjetësh mund të ketë një shenjë të parë thjesht një zhurmë në vesh. Pra, i bëhet sikur dëgjon një pip apo një zzz apo diçka, një zhurmë konstante në vesh. Dhe nuk e kupton as pak që ka një humbje të dëgjimit. Dhe gjatë ekzaminimit, ORL, pra duke këqyrur veshin dhe gjatë ekzaminimeve të testit të dëgjimit, ne shikojmë që kemi të dëmtuara frekuencat e para, që janë frekuencat e larta në audiogram, dhe kuptojmë që kemi me fillimin e një dëmtimi, pra me një alarm që po dëmtohet shqisa e të dëgjuarit. Si është numri i pacientëve sot, doktoresha, me këtë problem? Për fat të keq gjithmonë në rritje, ne e vum re, sidomos në periudhën e Covidit që u izoluam, edhe të tërë ju dha më shumë elektronikës, që nga televizori, laptopi, muzikës, edhe e vëm re që nga ajo kohë dhe sidomos edhe nga shpikja ecja përpara teknologjisë që janë kufjet, siç thatë me Wi-Fi, AirPodsat, që nga frekuentimi në fakt dhe i ambienteve me muzikë të lartë që janë të gjitha klubet e natës, që rinia me të drejtë dëshiron të frekuentoj, këto janë raste në ngritje. Pra kemi numër të shtuar, nuk them një wow, po kemi gjithmonë në rritje numrin e individëve që kërkojnë ndihmë për shqisën e dëgjimit. Mbajtja e kufjeve për një kohë të gjatë, përveç pjesës që me akustik e dëmton shqisën e dëgjimit, po rreziqe bakteriale të mikrobeve që shkaktojnë infeksione apo gjëra të tjera, smundje të veshit? Më së pari është kjo që tham, domethënë tingulli i lartë, akustika e lartë dëmton nervin e dëgjimit, kurse në raste se kufjet janë personale, personi mban higjieni, pastron,
i mban pas dhe nuk i këmben, të themi, me shokët, me familjarët, është më e ulur rreziku për tu infektuar. Por përdorimi i kufjeve ka një rrezik tjetër që shumë herë shtyn dyllin, sepse veshi ka një sistem vetë pastrimi, pra lëkura e veshit dhe qelizat me qimza rahen nga brenda jashtë dhe bëjnë depozitimin e dyllit në pjesën e jashtme të lëkurës. Dhe duke shtyr AirPods-at ose kufjet, shumë herë këto individ bëjnë prishjen e këtij sistemi, pra veshi i tyre nuk vetë pastrohet më dhe depozitimin e dyllit. Pra bëhen pacientë që vinë kërkojnë her pas here pastrimi mekanik nga mjeku ose detyrohen të bëjnë lavazhe të veshit për shkak të tamponimit të dyllit dhe presionit të dyllit brenda në vesh. E zgjidh vetëm një pastrim her pas here këtë problem, doktoresha? Sa për ata momentin, e pastrojnë, vazhdojnë vendosin kufjet, vazhdojnë rutinën njësoj për orë të gjata, volum të lartë. Ne do vazhdojmë të flasim për këtë problem, por sigurisht që teknologjia ecën përpara dhe rinia e përqafon edhe nuk mund t'i thuash një fëmije duke nisur, unë jam dhe nën vet, që ti mos i përdor. Minimizimi, përdorimi vetëm kur është i domosdoshëm i kufjeve dhe në momentin që bllokohet veshi, sigurisht që mund të bëjmë të pastrimi mekanik. Pastaj, nga që farmaceutika ecën çdo ditë më shumë dhe çdo ditë lançohen produkte të reja, ekzistojnë disa sprej të veshit që mund të jenë thjesht homeopatik, pra mund të kenë vajra të ndryshëm esencial, thjesht hollues të dyllit dhe nxitës të këtij sistemi të vetë pastrimit. Pra në të gjithë pacientët që ne shikojmë që përdorin kufje, kanë tendencë për të prishur këtë sistemin e nxjerrjes së dyllit, ne i rekomandojmë nga këto sprej ose pika vajore që nxisin hollimin dhe emulgimin dhe daljen jashtë të dyllit, siç ndodh normalisht. Gjithsesi, kjo nuk e zgjidh problemin, më e rëndësishmja këshill është ajo që dhatë në fillim, për të mbajtur sa më pak, për të minimizuar dhe për të mbajtur volum të ulët në ato pak çaste të ditës që janë të rëndësishme për të mbajtur, janë të nevojshme. Doktoresha, po dëmtim tjetër, ndoshta në tru, a krijojnë mbajtja për kohë të gjatë e këtyre? Dëmtim të drejtë për drejtë, pra volumi i lartë i kufjeve, dëmtim të drejtë për drejtë në tru nuk është e vërtetuar, por ankesa shpesh e prindërve që sjellin këto adoleshentë është që ai ka ndenjur me orë të tëra, pra janë fëmijë që duke lozur në këto lojrat elektronike, të themi tipit PlayStation, se mbas edhe si emërtoj mirë, ose duke parë programe orëve të vona, ato hajnë ose vjedhin nga koha e gjumit. Dhe sigurisht që të nesme nuk janë as të aftë për të ngritur mirë, për të bërë një çuarje herët, për të përgatitur për shkollë, as kanë vëmendjen e dur në mësime, pra kanë rënje në mësime dhe nëse quhet kjo indirekt, është një dëmtim ekonomik, social, në psiqikën e fëmijës, sepse ai prish mbarvajtjen në shkollë edhe dëmet janë kaskadë, mendoj unë, në mbarvajtjen e gjithë jetës së këtij adoleshenti.